Njësia administrative e Fushkuqës në Kurbin ka përfituar një fond prej mbi 6.8 milion lekësh të akorduar nga Këshilli i Qarkut Lezhë për rehabilitimin e qendrës dhe përmirësimin e hapësirave publike, punime që aktualisht ndodhen drejt përfundimit, sipas kryeut të Njësisë Administrative Fushkuqe, Kristo Martinaj. Investimet nuk janë përqendruar vetëm në qendrën e zonës, por edhe në infrastrukturën rrugore, e cila ka një rëndësi të veçantë për zhvillimin e turizmit. Për sa përket që këtu janë bëllë lidhe për sa më ambulancën me postën edhe sheshi si që për shifni edhe vetën. Në ndërtim është e rekonstruksionës. Në ndërtim. Ka një tabel aty edhe është një afat kohor mërna 25 ditëve që do të përfundoj. Si mund t'jetë në momentet e fundit? Po, besoj tash nga ato, po thuj se të 70% që punime janë të kryme. Do arrin lullisje dhe venet e ashtu do bëhet ca stola, që ashtu përpërshu për për pensionistë, jo shërbej edhe banorëve për këtë pjesë në pensionistave. Gjithu me të që nga shënësore e fshatit? Po, qendra shënësore e fshatit. Është aty, dera aty për shembull u ushtrua ajo pjesa rrugës aty, tash që u bën gjitha lidhje, që të jenë me kushte të mira, sa më të mira, këto që të jenë funksionale çdo gjë.